Zbuloni 4 shenjat që do të kenë shumë para për festa. Festat e fundvitit po afrojnë dhe për disa shenja horoskopi dhjetori do të jetë një muaj i veçantë financiarisht. Yjet tregojnë se 4 shenja do të ndihen me fat dhe mund të shijojnë një rritje të ardhurave, fitime të papritura dhe mundësi të reja. Dashi. Për dashin, dhjetori sjell mundësi të reja dhe projekte fitimprurse. Idetë e reja që lindin këtë muaj mund të shndrohen në të ardhura shtesë, veçanërisht nëse merrni iniciativa dhe nuk hezitoni të ndërmerrni rreziqe. Ky është muaj për të vepruar dhe për të parë si shpërblehen përpjekjet tuaja. Binjakët do të përjetojnë një rritje të financave përmes bashkëpunimeve dhe kontakteve të reja. Marrëveshje të papritura, mundësi për projektet përbashkëta dhe oferta fitimprurse mund të sjellin një përmirësim të dukshëm të situatës ekonomike. Kreativiteti dhe fleksibiliteti juaj do të jenë çelësi i suksesit. Peshqit do të kenë mundësi për fitime dhe pagesa të vonuara që përfundojnë këtë muaj. Burimet dytësore të ardhurave mund të sjellin përfitime të këndshme dhe investimet e mençura mund të japin frytet e para. Dhjetori është koha për të shijuar frytet e përpjekjeve të mëparshme dhe për të stabilizuar financat tuaja. Bricjapi. Për bricjapin, dhjetori sjell stabilitet dhe mundësi për avancime në karrierë që ndikojnë pozitivisht në financa. Mund të pranoni oferta të reja pune, promovime ose mundësi investimi. Ky është muaj i stabilitetit dhe i fitimeve të sigurta, duke ju dhënë mundësinë të përgatiteni për një vit të ri me shpresa të mëdha. Për këto të 4 shenja, dhjetori nuk është thjesht një muaj festiv, është një periudhë për të përfituar nga mundësitë, për të shijuar fitimet dhe për të përmirësuar situatën ekonomike para fillimit të vitit të ri.